Burak Sergen është një aktor, emri të cilit është i njohur për miliona fansa të serialeve turke. Karriera e tij përfshin dekada dhe rolet e tij në seriale dhe filma kult televiziv e kanë bërë atë nga aktorët më të paharrueshëm të Turqisë. Ai u bë veçanërisht i famshëm për rolin e tij si Galip, babai i Emirit në serialin televiziv Dashuri e Zezë dhe së fundmi në rolin e Samet në serialin Zemër e Zezë. Imazhi i një personazhi të keq, që është gati të bëjë gjithçka për hir të djalit të tij, u kujtua nga publiku për një kohë të gjatë. Karizma dhe bindja me të cilin Burak luajti këtë rol, e bëri atë një nga elementët kyç në linjën dramatike të serialit. Por seriali Dashuri e Zezë është larg nga veprat e vetme në filmografinë e gjerë të Burak Sergen. Gjatë karrierës së tij, ai luajti në më shumë se 40 seriale dhe filma televiziv. Fal aftësisë së tij unike për të përcjellë thellësinë e karakterit të tij të antagonistëve. Tiparet e tij shpërthyese të fytyrës dhe zëri fort përcjellnin një ndjenjë fuqie dhe kërcënimi, gjë që është ideale për personazh të tillë. Sidoqoftë, Burak Sergen nuk mund të kufizohet vetëm në një imazhin e heronjve negativ. Por në repertorin e tij ka edhe role njerëzish të virtytshëm, të cilët dëshmojnë talentin e tij të shumëangshëm. Ai di të jetë ndryshe, nga një personazh i keq në një personazh prekës, të sjellshëm, që ngjall simpatinë e audiencës. Jeta e tij personale është gjithashtu shpesh objekt diskutimi. Reputacioni Burak Sergen në Turqi është i diskutueshëm, kryesisht për shkak të martesave dhe mënyrës së tij të jetesës. Jeta e tij private ndonjëherë i lën në hije arritjet e tij profesionale, dhe kjo vetëm sa i shton intriga imazhit të tij publik. Burak Sergen ka lindur në 9 shkurt të vitit 1961 në Ankara, Turqi. Fëmijërinë dhe rininë e kaloi në kryeqytet, kur filloi të shfaqte interes për artin dhe teatrin. Që në rininë e tij, Burak njihej si një burr i pashëm. Temperamenti i tij i stuishëm dhe karizma tërhoqën shumë fansa drejt tij, gjë që u bë një nga tiparet karakteristike të tij në rininë e tij. Në vitin 1983, kur ishte vetëm 22 vjeç, Burak bëri debutimin e tij në teatr dhe kinema. Ky hap ishte fillimi i karrierës së tij të gjatë dhe të suksesshme, duke fituar kështu me shpejtësi njohje nga publiku dhe kolegët. Pas 8 vitesh në punë dhe teatr njëkohësisht, aktroi në filma dhe seriale turke. Burak vendosi se ishte koha që ai të qetësohej. Dhe për të ndaluar aventurat e tij romantike, ai vendosi që të gjente një partner jete. Kështu që në vitin 1991, ai u martua me Pamela Asle Spence, një këngëtare dhe aktore turko-angleze e rrymës pop rock. Në atë kohë, Pamela ishte vetëm 18 vjeçe dhe mashkullin e saj ideal e pa pikërisht tek Burak. Pamela besonte se kjo martesë do t'i sillte lumturi dhe stabilitet. Megjithatë, pritet e saj nuk u realizuan. Burak Sergen e la atë vetëm pak muaj pas dasmës. Ky akt nuk ishte vetëm një goditje vërtet për vajzën, por edhe dëmtoi seriozisht reputacionin e aktorit. Mediat turke e pasqyruan gjerësisht këtë rast, duke e kritikuar aktorin për sjelljen e tij. Gazetarët shkruan se Burak, duke qenë shumë më i madh se Pamela, ka shfrytëzuar rininë dhe naivitetin e saj dhe më pas e ka lënë pas arritjes së qëllimshme. Për shumë njerëz, ky akt dukej i neveritshëm dhe i pafalshëm. 7 vite pas divorcit të tij të parë, Burak Sergen përjetoi ndryshime të rëndësishme në jetën dhe pamjen e tij. Gjatë kësaj periudhe, ai vendosi veth në vesh, i cili u bë pjesë e imazhit të tij rebel. Ai gjithashtu zotëroi luajtjen e kitarës elektronike dhe u interesua për muzikën rock, e cila i shtoi edhe më shumë karizmën. Mirëpo edhe kjo kohë u karakterizua nga vështirësi, pasi aktori rezultoi të ishte i varur nga alkooli. Në vitin 1999, Burak vendosi të martohej për herë të dytë. E zgjedhura e tij ishte pikërisht aktoria Ishil Sergen, e cila ishte 20 vite më e re se ai. Ky lajm shkaktoi shumë diskutime dhe thashetheme. Shumë argumentuan se aktori përsëri zgjodhi një partnere të re për të përfituar nga naiviteti i saj dhe më pas ta linte atë, siç ndodhi në martesën e tij të parë. Megjithatë, ndryshe nga të gjitha pritjet, bashkimi i tyre doli të ishte i gjatë. Burak dhe Ishil jetuan së bashku për 19 vite,
Kjo martesë u bë periudha më e qëndrueshme në jetën e aktorit. Gjatë jetës së përbashkët, i shqetësoi në jetë djalin e burakut, i cili e forcoi edhe më shumë familjen e tyre. Megjithatë, pavarësisht shumë vitesh martesë, në vitin 2018, çifti vendosi të divorcohej. Që nga viti 2018, Burak Sergen ka mbetur beqar për 3 vite. Kjo periudhë e jetës së tij u shënua nga një ngjarje të diskutueshme. Aktori ishte parë vazhdimisht në gjendje të dekur, madje duke ngarë edhe makinën në atë gjendje. Në të njëjtin kohë, ai vendosi të ndryshojë përsëri imazhin e tij dhe bëri vetë në të dy veshët. Por në vitin 2021, Burak u martua përsëri. Këtë herë e zgjedhura e tij ishte aktoria e re, Nihan Umsal, e cila ishte 24 vjet më e re se ai. Kjo martesë befasoi publikun, pasi shumë nuk e prisnin që aktori të vendoste sërish për jetën familjare. Për habit të gjithëve, bashkimi i tyre zgjati 3 vite. Megjithatë, në vitin 2024, Burak dhe Nihan u divorcuan. Por çuditërisht, menjëherë pas kësaj aktori u martua përsëri. Bashkëshortja e tij e re ishte Gizem Shahbani, e cila është 26 vite më e vogël se ai. Gizem, një grua e bukur dhe pozitive, e cila sipas shumë kujt mund të bëhet një person për Burakun që mund ta ndihmojë atë të ndryshojë. Mbështetja e saj mund t'i jap këtij aktori një shans për të kapërcyer varësitë e tij dhe për të gjetur paqen e brendshme. Burak Sergen mbushi 63 vjeç dhe shumë besojnë se i ka kaluar jeta duke lënë pas më shumë keqardhje se sa arritje. Pavarësisht karrierës së tij të pasur, gabimet personale dhe një reputacion i stuishëm shpesh e rrësuan sukseset e tij. Shpresojmë sinqerisht që kjo martesë të bëhet një skenë e re për aktorin, e mbushur me lumturi dhe harmoni. Le të gjejë paqen e brendshme dhe familja e tij e re të bëhet një mbështetje vërtet për të. Edhe pse jeta e Burak Sergen ka pasur ulje e ngritje, ai ka ditur gjithmonë të qëndrojë fort dhe të ecë përpara me pasion për artin. Një aktor i madh dhe një njeri me zemër të madhe. Mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të lini komentin tuaj për aktorin Burak Sergen. Faleminderit që qëndruat me mua. Shihemi në videon tjetër.